a dëgjojnë të vdekurit. Në betejën e Bedrit, Allahu i lartësuar e shkatërroi parinë e fisit Kurejsh dhe ata u hodhën në pusin e Bedrit të quajtur El Kalib. Pasi përfundoi betejë, i dërguari i Allahut qëndroi buz Kalibit dhe i thiri jo besimtarët të vdekur që ishin hedhur aty me emrat e tyre duke thënë: "Unë e kam gjetur të vërtetën, atë që ma ka premtuar Zoti im, po juve, a ju doli e vërtet ajo që ua ka premtuar Zoti juaj?" Omer ibn Khattabi, Allahu qoftë i kënaqur me të, tha: "O i dërguari i Allahut, ti je duke thirrur trupa në të cilat nuk ka shpirtra?" Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, me këtë tregonte për atë që e kishte mësuar nga pejgamberi alayhis salam dhe mjafton për këtë fjalë e Allahut të lartësuar: "Ti nuk mund t'i bësh të dëgjojnë të vdekurit, e as nuk mund t'a bësh të shurthin të dëgjoj thirrjen." Surja En-Neml 80. Dhe fjala e tij qoftë i lartësuar: "E ti nuk mund t'a bësh të dëgjoj ai që është në varr." Surja Fatir 22. Dhe për këtë, i dërguari i Allahut, lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të, i tha Omerit: "Atë që po ua them, as ti nuk e dëgjon më mirë se sa që ata e dëgjojnë." Kjo është mrekullia e pejgamberit, lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të, pasi Allahu ka mundësuar atyre të dëgjojnë zërin e tij. Të mendime vërteton fakti që Imam Ahmedi e ka transmetuar këtë tregim me zinxhir të saktë në librin e tij El Musned, ku shënon se Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë gjithashtu: "E të vdekurit nuk dëgjojnë", ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj sikurse u përmend në hadithin e mëparshëm. Kjo do thotë se pejgamberi, lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të, ja ka miratuar atij këtë shprehje si të saktë, por e ka përkufizuar me një kusht shtesë, e ai është: "Të vdekurit nuk dëgjojnë përveç këtyre që janë këtu." Për këtë, në rrugën e transmetimit të këtij tregimi, ka thënë dhe thotë: "Allahu i ka ngjallur dhe i ka bërë ta dëgjojnë zërin e tij. Lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të, si për çmim, ndëshkim dhe përbuzje për ta." Ndërsa hadithi të cilin e shënon Buhariu në Sahihun e tij, ku i dërguari lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të, thotë: "Me të vërtet, kur i vdekuri të vendoset në varr dhe të largohen njerëzit prej tij, ai dëgjon trokitjet e nallaneve të tyre, ndërsa ata kthehen." Ky rast përbën një përjashtim prej rregullit të përgjithshëm e që është: "Të vdekurit nuk dëgjojnë", nga se ai thotë: "Atëherë, kur ata t'ia kthejnë shpinën, pra ai vetëm me këtë rast i dëgjon trokitjet e nallaneve të tyre, domethënë kur të kthehen mbrapa dhe largohen." Kjo është një ndër çështjet e fshehta, gajbit në berzah, dhe nuk është mirë të zgjerohemi shumë rreth tyre, si dhe është obligim të ndalemi në atë që e thot teksti.